Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu sallam, wa baraka ala Mustafa, ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falënderimet të nësi të akumet me Allah subhana. Atë e lësë ati përgjërom që të lavdrej dhe të bekoj dërgumin e ti Muhammedin sallallahu alaihi sallam, familjen, shokë dhe gjithë umetin e ti të vazhjithë. Të ndë vëllezër, perceptimi i mirëfillt i një realiteti edhe një koncepti është i varur shumë me kuptimin e esencës, kuptimin e emërtimit edhe kuptimin e objektivit. Më thonë, kur do më qas një realiteti, apo? Nalësh edhe koncentrohesh me kuptu thelbin. Se ta kuptosh thelbin, koqa shumë e ki kapën mirë. Edhe kjo është ngjetja më e madhe tek njerëzit në raport me Islamin, madje edhe vetë fetarëve. Për shembull, ndoshta shumë herë njerëzit i qasin fetaria si përmbushje, si një stili tjetër i jetuarit, ose si një bezdisje me format e tjera të jetuarit, e tash po e provojmë edhe një formë tjetër me më shumë shpirtërore kështu më radhë. Kjo nuk është thelbi, apo? Dhe rrjedhimisht pastaj kur nuk është thelbi, i bie që edhe frytshmëria nuk është e njëjtë. Se ti kur të vesh te feja me një thelb tjetër, me një koncept tjetër, priti do pritshmëri tjera, po jo ato që ka premtuar feja në saj të një thelbi. Do thonë, perceptimi i mirëfillt lidhet shumë me perceptimin e shëndosh të thelbit. E dyta është me perceptimin e shëndosh dhe të plot të emërtimit. E që vetë se ligjëratën e kaluam morëm pak me këtë aspekt, për me kuptuar që thelbi ka të bëjë me si emërtim do me dorëzimin, edhe ka të bëjë me kuptimin e objektivit. Nëse një realitet, një koncept i do me e kap mirë, apo duhet me pa mirë ku çon mas pronti. Dhe në këtë këndvështrem, për shembull, çështën e objektivit, njerëz, nëse menojnë se funi kekse fetaria xheneti i Allahut subhanahu wa taala, dhe nëse menojnë që përkushtimi jon në namaz edhe në veprat e tjera është fisnikërimi i shpirtave tonë dhe këto shpirta pastaj të denjë për fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Çasti aty në fetarin ndron. Çasti aty në raport me Allahun ndron, sepse kanë ndërtuar një perceptim të mirëfillt tek thelbi, tek emërtimi, pastaj edhe tek domethënien objektivi. Kështu që në ligjëratën e kaluar e mësuam për Islamin si domethënia e dorëzimit, në esencë ka të bëjë me dorëzimin, emërtimi ka të bëjë me dorëzimin, po edhe objektivi është tek dorëzimi. Edhe objektivi është tek dorëzimi. Për arsye shumë obligime fetare njerëz nuk arrin mi kapën pikërisht se nuk e kuptojnë konceptin e dorëzimit. Për shembull, çka mund të më kon koncepti i kurbanit? Çka mund të më kon koncepti i haxhit? Për shembull, ka disa domethënie të haxhit nuk mundesh mi kuptuar ndryshe vetë se si dorëzim para Allah subhanahu wa taala. Dhe rrjedhimisht për me vërtetu që këtë në shtrim para Rabbul Alaminit te bareke ve taala. Me Islam, a është e mundur më kuptu diçka tjetër më shumë se sa dorëzimi? Realisht ka edhe disa domethënie të tjera, dhe detyrimisht është e patjetërsueshme me munal te kjo pjesë, pastaj inshallah me hyj tek ajo pjesa që e kemi paraportur për këtë ligjrat. Do thonë Islami neve do të më na konsistu tek çaj dorëzimi që është përpara Allahut subhanahu wa taala, po duhet më na konsistu edhe në atë që ajo ne na të edukum. Feja e Allahut. Çka është Islami? Feja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kur flasim për Islamin si feja e Allahut subhanahu wa taala, kemi për qëllim dy domethënia që janë shumë thelbësore. Në kuptimin e përgjithshëm, gjithfar që Allahu subhanahu wa taala e ka ligjësuar me krejt profetët. Apo? Krejt profetët kanë ardhur me Islam. Do thonë gjithçka që ka ardhur prej Allahut nëpërmjet profetëve është Islam. Dhe kjo është Islami në kuptimin e përgjithshëm, dhe krejt ato ajete që i citova ligjëratën e kaluar, që ishin me profetët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë bënë me këtë Islam. Ndërkaq. Islami i veçantë është gjithçka prej besimeve, gjithçka prej dispozitave, prej veprave të zemrës dhe gjymtyrave me të cilat ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që definicioni i Islamit është Islami është gjithçka e fesë Allahu subhanahu wa taala me të cilën ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, qofshin ato besime, dogma apo dispozita, vepra të zemrës apo vepra domethënë të gjymtyrave. Domthon tek feja Allahu subhanahu wa taala, tek Islami që na antarsu, tek Islami që jemi idhtar të tij, tek Islami që ne jemi domethënë ndjekësit e kësaj feje, përfshihet gjithçka me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndaj gjithçka me të cilën ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ne është madhështore. Dhe gjithçka që me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne i detyrohemi. Dhe gjithçka me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne besomi të detyrueshme edhe për të tjerët. Kështu që kjo është domethënia fillimisht që është e rëndësishme me nënvizu, por domethënia tjetër, që është domethënia e veçantë e Islamit, e që këtu është piknisja e ligjatës së sotme, me Islam është për qëllim, domethënë në tekstet fetare edhe fetaria e jashtme. Domethënë kur bëhet fjalë për atë fetarinë e shpërfaqshme, për fetarinë e praktikueshme, për fetarinë e cila domethënë shpërfaqet nëpërmjet praktikës dhe veprës, që kjo quhet Islam e që vjen domethënë si motor në një paralele me imanin. Imani vjen si vlerë e Islamit të brendshëm, kurse Islami vjen si vlerë e shpërfaqjes së fetarisë.
Dhe këtë na e gjejmë për shembull tek hadithi i Xhibrilit alayhis salam, saktësisht hadithi i Omerit radhiyallahu anhu që është në Sahihin e Muslimit, edhe pse keni vëmendje aty në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fund, masi përgjigjet për Islamin, për imanin dhe për ihsanin, thotë fe innahu Jibril ataakum yuallimukum dinakum. Kjo është Xhibrili ka ardhur me ju mësu fen tuaj, që i bie krejt çdo përgjigje janë feja. Krejt çdo përgjigje. Përgjigja për Islamin është feja, përgjigja për imanin është feja, përgjigja për ihsanin është feja. Kuptimin që nuk mundesh me e do fejan. Nuk mundesh me lën fejan Islam pa iman edhe iman pa Islam. A është qartë? Këtë që kjo dini juaj. Këtë që kjo është dini juaj. Domethënë shka është Islami është dini, është feja. Çka kjo fe me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me çka ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Në mënyrë të përmbledhur ka ardhur me Islamin si shkallë, me imanin edhe me ihsanin. Ndaj përgjigjja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka ardhur si një përpjekje që po Islami është tërësi. Islami është tërësi. Me po kjo tërësi pastaj mundet me pasën shkallë. Kjo tërësi mundet me pasë shkallë. Dhe ndodh, dhe vetëm në Islam, ndodh edhe jashtë Islamit që shkalla me mor emrin e tërësisë. Keni vëmendjen? Shkalla me mor, sigur, ndoshta me thjeshtësu, ndonjë shtet kryeqyteti e ka emrin e shtetit. A është qartë? Amë nuk përbën shtetin. Nuk përbën kryeqyteti shtetin. Këtë rast ne kena një shkallë që quhet Islam. E kena një shkallë që quhet iman, edhe kena një shkallë që quhet ihsan. Shkalla e parë që është Islami e ka emrin e kësaj të trijave. Mirë po është shkallë në veti, e që në veçanti ka të bëj me veprat e jashtme. Pastaj imani ka të bëj me veprat e brendshme, me çështjen e besimit dhe adhurimit të zemrës, edhe ihsani si shkallë e veçantë, domethënë e fetarisë. I ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Xhibril në hadithin e njohur, i ka thënë, "Më trego për Islamin", e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Islami është e para të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i tij, të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin, të bësh haxhin në shtëpinë e shenjtë nëse ti ke mundësi." Këtu keni konsiderat një diçka që ka të bëjë me gjuhën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigjur në vetën e dytë. Ta falësh. S'ka thonë falja namazit. E që kjo realisht kësaj duhet më konë në edukimi fetar në raport me dispozitat fetare. Kur ti i merr dispozitat fetare ose të kumtohen, ti marrësh si tuat që kanë bëjnë me ty. A është i qartë? Pse duhet me nënvizu që këtë? Se ndoshta shumë kush që e ngon këtë ligjërat, ndoshta nga distanca ose tutje, mundet veç mi pohu këto, si të vërteta, si të sakta, si të duhura, mirë po jo si do domosdoshme që duhet me marr hapin konkret për më çu me i realizu. Mos çka është Islami, Islami me dëshmu, shahadetin, që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar Allahut. Atë duhet më çu më fal. Edhe nëse të bëhet obligim zakati me dhon, edhe kur ta mbrish Ramazanin me ninu, edhe domethënë kur të bëhen renat me shku domethënë me kry haxhin. Kështu që në çket hadith kryesisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tek Islami i jep veprat. Kryesisht i jep domethënë veprat mirë po. Keni vëmendjen që thotë që kjo është thelbi i kësaj ligjërate. Thelbi i kësaj ligjërate. I dërguar Allah sallallahu alajhi wasallam ka pasën fjalor, ka pasën oratori, ka pasën domethënë fjalëformim të mrekullueshëm, ka shumë më përgjigj shumë gjan. Mirë po njerëzve kur do m'ja u dhon shpjegimin e Islamit jepja të shtyllave. Domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shka është Islami u përgjigj me shtylla dhe kjo mendësi, kjo është mentalitet. Nuk është e udhës, na njerëzve për shembull kanë problemet më me shtyllat e fesë, me shtyllat e imanit, ndërkësh na mund me hime një debat që ata nuk mundën me kuptu. Po a di shumë më keqja. Po edhe sikur ta kuptoj që nuk dalim me ndonjë rezultat për atij debati. Ndaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur na thot ka ardhur Xhibrili me u mësu fenë, apo Xhibrili s'ka fol, veç ka pyet. Dhe dietarët e kanë marrë simsem që ti në këtë rast pyetjet e Xhibrilit janë kanë për me na mësu komplet çysh feja. Dhe pjesë e mësimit është edhe metodologjia. Nuk është pjesë vetë çka është Islami, çka është imani dhe çka është ihsani. Po edhe mënyra se si është përgjigj, mënyra se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dhënë përgjigjen, edhe kjo pjesë asaj që Xhibrili ka ardhur me na mësu. Domethënë fen Allahu subhanahu wa taala. Pastaj kur e pyetën pejgamberi Xhibrili pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, më trego për imanin, për besimin, i ka thonë të besosh në Allahun, të besosh në engjëjt e tij, në librat e tij, në të dërguarit, në ditën e fundit, edhe të besosh në kaderin i mirë apo i keq, domethënë qoftë ai, domethënë i ëmbël apo i hidhur. Dhe pastaj domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdon, mirëpo nuk do të vazhdo tutje tek hadithi i Xhibrilit, për arsye se metodologjia e ligjëratës në kuadër të kësaj eseje na orienton mu koncentruar te dy shkallët, te Islami edhe
Domethënë, te imani për arsye se thelbi i kësaj eseje është me të pru te ajo pjesa më e patjetërsueshme e fesë. Te pjesa më thelbësore e fesë Allahu subhanahu wa taala, që mos mund shuna shumë në shpjegime të cilat realisht autori me pasdosh ishte xhanun ato, sepse domethënë ka qenë enciklopedi vet. Edhe ka mujt këto vepra me i kthy në enciklopedi. Mirpo esenca e të qenit i përmbledhur është pikërisht për marrë të çka ide, që me pak mësime, me pak shpjegime, njerëz të marrë deri te ajo që është e domosdoshme, sikur se ka qenë metodologjia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur dikush pi larg, domethënë ja ka kallzuar shtyllat e islamit, shtyllat e besimit, edhe është mjaftuar ai sallallahu alajhi wasallam. Domethënë e kena si rregull, kur dy shkallët e fesë, Islami edhe imani, përmenen bashk me një vend, atëherë secila konsiston në diçka veçme që dallon pi tjetrës. Është qartë, sikur që kena në hadithin e Xhibrilit. Këto janë përmend bashk. Atëherë nëse janë përmend bashk, atëherë nuk janë përmend si sinonime, po secila është përmend për me e pruni domethënie. Cila domethënia e Islamit kur përmenden bashkë me imanin, domethënia e Islamit janë pjesa e shfatshme, namazi kësaj, kurse imani është pjesa e brendshme, çka na e besojmë. Ndërkaq kur përmenden veçmas, secila e konsiston tjetrën. Islami është imani dhe imani është Islami. Dhe të dyja të bashkë përbëjnë fen. Përbëjnë fen Allahut subhanahu wa taala. Mirpo, a ngërthejnë në një tjetrën këtu edhe në thelb? Po e ngërthejnë në thelb. Se edhe çështja e besimit ka të bëjë me dorëzim. Po edhe çështja e namazit ka të bëjë me dorëzim. Domethënë njeriu kur i dorëzohet Allahu subhanahu wa taala falet. Njeriu kur rebelohet edhe namazin. Po edhe njeriu kur dorëzohet beson gajb edhe pse si ka pa. Beson në botën e fshat. Beson që ka një ditë gjykimi. Se është dorëzu. Domethënë thelbi të dyja ka të bëjë më së mundti në mi dorëzu Allahu subhanahu wa taala. E ka edhe një shkallë tjetër ihsanin, mirë po domethënë e shpjegojmë inshallah dikun tjetër. Ndaj, ligjata e sotme është shtyllat praktike dhe besimore të Islamit. Që kjo fe, apo që i pas ka dy shkallë përveç tretës, domethënë dy shkallët e para është shkalla e Islamit, shkalla e imanit. Tash për mos më ngatru, Islami shkalla e Islamit, apo Islami shkalla më e madhe dhe fillestare e kujt? E fesë Allahut, apo tash Islamit pi referohemi si feja Allahu subhanahu wa taala, feja me cilën ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Islami e ka, domethënë kjo fe e ka si shkallë fillestare Islamin që janë veprat e shpërfaqshme, edhe imanin që janë domethënë pjesa e brendshme. Këtu bashkarisht janë 5 edhe 6, edhe po i marr me një ka një inshallah në mënyrë të përmbledhur, edhe kisha pas dëshirë pikërisht kjo me qenën si manual, edhe si ndoshta ilustrim. Qysh kena mundësi me lenë Allah subhanahu wa taala njerëzve domethënë mos me u kompliku feja, edhe një kumtes fillestare me shumë të ketë njerëz më dërgu. Është qartë? Domethënë ka njerëz ndoshta me vite të tëra, elhamdulillah bojnë vepra të mira kështu me radhë të fesë, me po ndoshta mundun me pas zoni rrëshqitje të mëdha të një çështje për çështjeve të besimit. Edhe ai ka hub shumë. Po edhe na domethënë i kena një hak, edhe kena më të borxh që nuk e kena shpjeguar. Ndaj ja shpjegojmë njerëzve çto çka 5-shën e parë të Islamit edhe 6-shën e imanit, edhe me lenë Allah subhanahu wa taala kena bërë shumë mirë, domethënë njerëzve rrovet Allah subhanahu wa taala. E para është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allah subhanahu wa taala. Domethënë këto janë dy dëshmi. Realisht, në zakonisht thomi dëshmia, por realisht si shahadet i ka dy dëshmi. Një dëshmi e ka për Allahun subhanahu wa taala dhe tjetrën e ka për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për Allahun që është i vetmi adhuruar i drejtë dhe i denj, dhe se nuk ka askush që meriton adhurimin përveç Allah subhanahu wa taala. Që edhe kjo dëshmi pastaj ka shtyllat e veta. Përmena domethënia së deklaratës dhe e dyta me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për profet dhe i dërguar nga Allah subhanahu wa taala për tek gjithë njerëzit. Duhet me pas konsiderat që ti kur thu dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala. Çi kjo dëshmi konsiston fillimisht ta dish këtë domethënie për të vërtetë. Jo thjesht atë, po ta konsiderosh dhe ta dish për deklarat edhe domethënie të vërtetë. Thot Allah subhanahu illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Vlen shpërblimi, vlen shpëtimi për ata të cilët e japin dëshminë të e ditë. Dhe vet fjala dëshmi, si në gjuhën shqipe, po edhe në gjuhët e tjera, nuk ka kuptim nëse nuk e di. Nuk ka kuptim nëse nuk e di. Do nuk mundesh me të dëshmuar për diçka që nuk e di. Është qartë? Çfarë është thelbi i perceptimit dhe i kësaj dëshmie? Është që ti e të ditë për hak, e të ditë për të vërtetë. Edhe pastaj domethënë duke e deklaruar. Kjo është e para. E dyta është ta deklarosh këtë domethënie. Ta deklarosh, domethënë përderisa ke mundësi me fol. Përderisa Allah subhanahu wa taala ta ka marrë mundësinë artikulimit, edhe të folurit. E kjo obligim, por me qenë valide, kjo deklarat duhet me u thon, duhet me u shqiptu.
Për arsye njerëzit që ndoshta motivohen fetarisht ose indoktrinohen fetarisht në prej distancë, po pastaj për mos me prish interesat veta të ku diun çka dynjojës do në mëjt një fesim shef pa deklarat, domethënë kjo është domethënë e rrezikshme. Saktësisht e vënë në pikpyetje domethënë jetike. Domethënë duhet me e ditë për hak këtë deklarat, me e ditë për të vërtet, po edhe me e shqiptu, po edhe me thonë. E treta është ta shpërfaqësh këtë domethënie. Ta shpërfaqësh këtë domethënie. Në Islam nuk ka idhtar të fshehur. Koncepti i idhtarit të fshehur nuk është i pranueshëm. Mund dikush i cili i takon kësaj feje të Allahu subhanahu wa taala, edhe distancohet pi komunitetit, distancohet prej muslimanëve, distancohet pi safat muslimanëve. Domethënë kjo është bie ndesh me shahadetin që na japmi për Allahun subhanahu wa taala. Për arsye na i frekuentojmë xhamit, na falmu, na festojmë me muslimanët, na xherojmë me muslimanët, na bëjmë rituale bashkërisht me muslimanët, domethënë kemi adhurime që mi bëjmë bashkë, se na e shpërfaqmi shahadetin. Për arsye, ndonjëherë kur ju kap doni gaflet, ju kap doni përgjumje për disa ibadete, të fesë Allahu subhanahu wa taala. Shtone vullnetin për këto ibadete, tu e menu që këtë aspektin e shpërfaqjes së shahadetit. Në është i qartë? Na jetomi në shoqëni në cilat ditë e natë punohet për më sforcu dhe më shfaq fisku, më shfaq mëkati, më shfaqen distanca për vlerave të Allahut subhanahu wa taala dhe fesë të tij. Edhe tash ti e shfaq, një motër e shfaq hijabin, ti e shfaq dukjen e sunetit. Ti je i pranishëm edhe i xhamon xhamiat. Mos më ndjek këtë meselë vetëm sa ka sevap. Jo, shtinet e përllogaritja e sevapit që jam të shfaq shahadetin, jam të shfaq përkatësinë, jam të shpërfaq domethënë orientimin tim, domethënë për fenë Allahu subhanahu wa taala. Është e keqe, ajo shka e ndëgjojmë jo rrallë herë, për shumë njerëz që ndoshta me vitet të tëra janë tullzum, kur kush nuk e di. Me vitet të tëra janë tullzum, ndoshta as koleg në punë nuk e din. Çash domethënë nuk e konsideron që ky shahadet do të më dalë ashtu. A e kish mojt më sheft gjendjen e tij financiare, për shembull nëse kishte qenë fjala bie një shtresë shumë pasur shoqënisë, a e kish mojt më sheft, nuk e kish mojt më sheft. Pse më të fsheht këtë pjesën e Islamit? Mbajtja fshet nën kupton që kjo Allah nuk është mishëru fuqishëm me këto domethënie. Se po sikur të ishte mishëru fuqishëm i kishte shfaqe. Që i bie domthon konsiston dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, edhe një shpërfaqje e kësaj fetarie. Edhe një shpërfaqje e kësaj dëshmie për Allahun subhanahu wa taala, domthon manifestimi i shahadetit, edhe e katërta, çka i bën me dëshmu se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ta besosh për të domosdoshme. Ta besosh për të domosdoshme, për vete dhe për të tjerët. Domethënë përcaktimi jot të kjo dëshmi nuk nënkupton jom përcaktuar mes 3 opsione ose mes 3 alternativa. Jo, krejt janë deklarata dhe përcaktime të kota, kjo është hak. Kësaj i detyrohen njerëzit, këtë kanë obligim njerëzit, kush nuk i detyrohet, kush nuk e realizon ose kush nuk e beson për të detyrueshme, këta domethënë kanë dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë duhet me besu këtë dëshmi, domethënë për të detyrueshme. E që për me të bëhet pastaj dobi në ditën e gjykimit, duhet më u bë me dije, me bindje, me pranim, me nënshtrim, me vërtetësi, me sinqeritet dhe dashni, mirë po këto inshallah nuk kemi domethënë ku mu xhanu. Çka i bie dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut. Çka i bie se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut subhanahu wa taala. Domethënë e potencum atë pjesën çka konsiston dëshmia që me ditë, me deklaru, apo e kështu me radhë. Te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të bëjë që ti dush me ditë, me deklaru dhe me shpërfaq dhe me besu si të domosdoshme. Pjesën më themelore që ka të bëjë me ngarkimin e tij prej Zotit te barekuhu teala me mision profetik. Domthonë na i besojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është i dërguar nga Allahu subhanahu wa taala për të gjithë njerëzit edhe xhinët. Domthonë krejt njerëzit e kanë obligim me e pasu si pejgamber dhe me e besu si pejgamber të Allahu subhanahu wa taala, e që në këtë përfshihet që domethënë misioni i tij është mision për krejt njerëzit, nuk është i veçantë për një popull. Përfshihet se ai është vula e profetëve, domthonë pjesë e kësaj besimi. Nuk kur thu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut. Por me qenë vlefshëm do të më besu se është i fundit. Do të më besu që është domethënë i fundit. Sigurisht do është domethënë me e besu fuqishëm që ky profet dhe misioni i tij i ka shfuqizuar misionet e mëparshme. I ka shfuqizuar misionet e mëparshme dhe këtu pastaj është kufri i të krishterëve dhe të tjerë që nuk e pranojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht se duhet me besu që ai sallallahu alaihi wasallam e ka kryer misionin pastaj ka ndruar jetë. E ka kryer misionin pastaj domethënë ka ndruar jetë. Edhe domethënë me besu se ai si pejgamber i ka disa merita, i ka disa të drejta si dashuria për kryet që ne i detyrohemi domethënë për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe me besu se kemi obligim pasimin e tij. Ç'kjo ka të bëjë me e besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si i dërguari i Allahut. E dyta, pas si i besojmë, i zëm besë që është prej Allahut,
Dhe menjëherë e dyta që hin deklaratën e shahadetit. Në deklaratën e shahadetit he edhe që kur thu se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar Allahut, e kemi obligim me ju bind. E kemi obligim me e pasu. Domethënë fjalën e tij na duhet me e marrë dhe me ju nështru. Kumtesës së tij na i detyrohemi me ju bind. Saktësisht thot Allah subhanahu wa man yuti ar-rasula faqad ata Allah. Kush i bindet të dërguarit, i është bindur Allahut. Domethënë, jo vetëm e pranuar që është i dërguar Allahut. Domethënë, është jashtëzakonshme për çka ka fol ky profet, veç u koni dërguar Allahut. Po se po që me besu që koni dërguar Allahut. Po me besu që Allahu e ka dërguar për më bind. Allahu e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për t'ju bindur, thot Allah subhanahu, thot wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja, mirë po flet nga shpallja. Saktësisht i bindësh si i dërguari Allahut që kumtesa e tij vjen prej Allahut subhanahu wa taala, sikurse duhet me pas në konsiderat që nëse nuk kapet bindja si esenca e pasimit profetëve, atëherë çka kena kuptuar? Domthon për çka ka dërguar Allahu te barekuta ala profetët? Thjesht për me na rrëfy për popujt e mëparshëm, apo i ka dërguar Allahu subhanahu wa taala thjesht si udhëzues për disa morale? Jo, realisht thelbi dhe esenca e dërgimit profetëve është që njerëzit më u bindin këtyre profetëve. Domethënë, nuk ka logjik për shembull me qenë dikush udhëheci një ushtrie, fjala bie, dhe mos mu ditë roli i udhëhecit të ushtrisë, dhe mos mu ditë roli i ushtarëve në raport ose detyra e ushtarëve në raport me udhëhecin e ushtrisë ose udhëhecin e shtetit kështu më radh. Cili është roli i një profeti dhe misioni i tij dhe rrjedhimisht çka i obligon njerëzit? Thot Allah subhanahu wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah. Nuk kemi dërguar profet vetëm që njerëzit më u bind. Vetëm njerëzit, domethënë më u bind. Çi bie? Kur na dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, jemi duke i mohuar të gjithë të adhuruarit krahas Allahut dhe duke pohuar adhurimin vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Edhe pastaj kur pohomi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar Allahut, jemi duke pohuar se ky korpi i Allahut subhanahu wa taala nuk është që na të ndjek se është i mençur, nuk është se jemi duke ndjekur se ka një priordhë të veçantë, po është i dërguar për Allahut dhe ne kemi obligim domthon të bindemi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu te barekuhu teala adhurohet sipas shpalljes sinore edhe kumtesës profetike. Që kjo është shahadeti. Që kjo është dëshmia se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. E dyta është namazi. Namazi është obligimi më i madh i fesë Allahut subhanahu wa taala dhe shtylla më e rëndësishme e saj. Mirë po ajo që duhet me pas në konsiderat, e që sa herë na nga ky këndvështrim duhet me sforcue fokusin ton edhe vëmendjen ton për namazin, që namazi ka dy domethënia që janë shumë thelbësore. Është lidhja më e fuqishme e robit me Zotin edhe është jetësimi më vërtetues i fesë. Domthon, keq që tash e kena mrena, mënyra më e mirë, më e sigurt për me vërtetuar me para Allahut, që e kena punë me është namazi. Dhe kjo deklaratë që është lidhja më e fuqishme dhe jetësimi më madhështor i fetarisë është edhe për atë që nuk e fal asnjë namaz, edhe për atë që i fal pas namazit. Sa më shumë që ti e sforcon për kushtimin tënd, devotshmërinë tënde te namazi, jetë sforcu të kush te vërtetimi i Islamit tan, edhe te sforcimi i lidhjes tënde me Allahun subhanahu wa taala, sikurse duhet me pas në konsiderat që është praktika dhe obligimi i pranishëm tek krejt pejgamberët. Domthon, profetët kanë dalluar për njëri tjetrin në shumë dispozita. Mirë po, prania e namazit është e krejt pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, Allah subhanahu wa taala kur na tregon se i ka thënë Musait, i ka thënë innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Dije se unë jam Allahu dhe nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç meje, më adhuro mua, fale namazin për me më kujtu. Fale namazin për me më kujtu. Sigurisht Allah subhanahu wa taala kur tregon për Isa alayhis salam kur ka fol, e ka pi fjalëve të para që i ka thënë wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Më ka porositur Allahu me namaz dhe me zakat sa të jam gjallë. Sa të jam gjallë, domethënë kjo është lidhja jote me Allahun subhanahu wa taala. Mirë po ajo që do të më pas konsiderat që namazi është kontrata e jote për me e fituar xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Kurkon nuk ka pa kontratë. Kurkon nuk ekziston pa kontratë. Madje edhe aty ku nuk ka kontratë, njerëz kanë kontratë. Edhe aty ku nuk ka një kontratë të shkruar, ekziston një kontratë e mirë kuptuar. Apo dihet se ç'kjo kontrata për me marrë çket. Cila është kontrata për me fituar xhenetin? Për me dalë flet poseduese kushtimisht thon, domethënë një pronë e jote janë në xhenet, thot Allahu subhanahu walladhina hum ala salawatihim yuhafizun. Ata të cilët e falin me kujdes dhe për hershmëri namazin, ulaika humul warithun. Këta janë trashëgimtarët. Këta e kanë kontratën. Kontratën e çka? Thot Allah azza wa jall alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Këta e kanë kontratën, e kanë domethënë trashëgimi Firdausin dhe aty do të jenë domethënë
për gjithmonë. Për arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që shënon Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë që hadithi është hasan për Abdullah ibn Amrit, është përmend namazi në pranitë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë men hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah. Kush i përkushtohet namazit, s'ka thonë kush e kryen, po kush i përkushtohet që është një domethënie më shumë se sa thjesht mu fal ndajherë, apo? E që kjo shpesh kjo pyetja falësh, po falna, apo? Përgjigjja është e saktë dhe e gabuar. Është e saktë se falet. Se edhe një njeri që herë falet, herë nuk falet, është e saktë thuhet që falet. Mirë po, cila është kontrata që garanton? Është përkushtimi. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e ka namazin me përkushtim, thot namazi ka më kon dritë, ka më kon argument, edhe ka më kon shpëtim për të në ditën e gjykimit. E aq më tepër që do të më pas një fakt në konsiderat, që namazi nëse i ki këtë pjesë të tjera të fetarisë, ajo që sikur është e shpeshtë e nafshëm edhe kanë agjërimin për në kanë namazin, do të më pas konsiderat që namazi e ka një efekt asnjë vepër tjetër nuk e ka. Këtë veprat e tjera të ndihmojnë mu afru tek Allahu. Këtë veprat e tjera të ndihmojnë për mu ndërtu. Mirë po, ndërtimin e përkryer që e bën namazin nuk e bën asnjë vepër. Ndaj i bie që nëse njerëzit fjalabie mendojnë që me shpëtu tek Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet veprave të tjera, do të më pas konsiderat që edhe nëse domthon fitojnë diçka tek Allahu me veprat e tjera, do të më pas konsiderat që përkryen e fetarisë nuk e kam rënë se i ka munguar që kjo pjesa që është më themelore. Aq më tepër që domthon lënia e namazit është domthon e diskutueshme që nxjerr krejt pe fes, thot Allahu subhanahu wa aqimis salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ti falë namazin, se namazit nal pi punëve të këqija dhe punëve të liga, që i bie smush më bë fetar i mirë pa u dëlirsu. Smush më bë rob i mirë pa u fisnikëru. Smush më bë rob i mirë pa u përkry në karakter, në kulturë, në edukat, edhe në vepra, mu distancu pi mëkateve dhe mu stolis me virtyte. Kush e bën çka operacion? Çka operacion domethënë e bën namazin. Cili namaz i na të fol për, domethënë atë që është obligim, domethënë 5 kohët e namazit gjatë ditës edhe gjatë natës. E treta është domethënë zakati, thot Allahu subhanahu wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, tek besimtarët në pasuritë e tyre ekziston një hise që është hak, është merit, është e drejtë, është që u takon lypësve dhe njerëzve të privuar, domethënë njerëzve të varfër. Domethënë këtu është përmend hak. Jo që këta pizemrës të mirë japin. Jo, këta e konsiderojnë që kjo është e drejtë e tyre. Në është merit e tyre. Domethënë zakatin, dhënien e një pjesë të pasurisë. Si lëmosh, apo kom frikë me quajtën zakatin lëmosh, edhe pse është e saktë, po kom frikë për arsye se e jep çka domethënien. Domethënien që ti të bëj shpirtit tan të mirë. A është qartë? Domethënë prej shpirtbardhësisë tonë ose zemërgjësisë tonë ti po jep domethënë zakatin. Jo, zakati jo pastrim, çashtu që ka thënë Allahu. Zakati në gjuhën arabe ka të bëjë me pastrim, domethënë e pastromi në pasurinë. Qysh e pastromi pasurinë? E hekmi pjesën që nuk është e jonja. Nuk është e jonja. E kam rrije vitin, e kam rrije kuotën sa është para pa, ajo është hak i tjetër kujt, e nxjerrim, e pastrojmë pasurinë tonë. Domethënë, a di çka i bë kjo? E që këtu kisha pas dëshirë me e kuptu që këtë mesele. Domethënë me e kuptu që ti kur e pastron, domethënë sikurse pas e kishe pastru, kjo pasuri si shkon e pastër. A është e qartë? A imagjinoj mund të më kanë një shumë e vogël, një shumë simbolike. Po Allahu çfarë ka përcaktuar? Domethënë zakati është pastrim i pasurisë, thot Allah subhanahu wa atuhum min mali llahi alladhi ataakum, dhe jepni njerëzve prej pasurisë së Allahut që u ka dhënë. Prej pasurisë së Allahut që u ka dhënë. Që i bie zakatin e japmi edhe të e besu si obligim, po edhe të besu vetën thjesht si, domethënë besnikët e kësaj pasunie, po pronari i vërtet është Allah subhanahu wa taala. E kujt do kjo pasuni? Është Allah subhanahu wa taala. Kush ne ka dhënë? Është Allah subhanahu wa taala. Kush na ka begatu? Kush nuk na ka sprovuar me varfëri? Është Allah subhanahu wa taala. Atëherë na kur e japmi e konsiderojmë që na tek një obligim, haki tjetër kujt ka qelluar në durrët tona, Allahu e ka vënë në durrët tona. Nëse çka çështu e shohim, me lenin Allah subhanahu wa taala kena pas një çështje tjetër në raport me zakatin, e sidomos domon te çështja e dorëzimit. Te çështja e namazit, namazi është obligim ditor. Keni me pa tutje inshallah të obligimet. Namazi është obligim ditor, që është operacioni ditor i vërtetimit të dorëzimit. I vërtetimit të dorëzimit. Ai na dorëzoi Allahu, ta nuk kemi dorëzuar Allahu. Zakati është një formë e vërtetimit të dorëzimit tek çështja që është e lidhur zemra me pasuninë edhe me pasjen, me kamjen edhe domethënë me të ardhurat edhe fitimet. Domethënë lodhesh, punon, fiton ose të begaton Allahu, të vën një dhuratë, vën një trashëgimi, ajo është pasuri që ka të ti. Tash e ke vërtetuar dorëzimin me shku me fal namazin vakt, e ke vërtetuar dorëzimin te namazi, tash duhet me vërtetuar te aty ku prekën financat, aty ku prekët domethënë
leku. Aty ku preket xhepi jot, domethënë edhe arka jote domethënë e pasunis. Thot Allah subhana, "Walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata të cilët e mbledhin pasunin, arin, argjendin, i mbledhin domethënë hyrat e tyre, edhe nuk e japin zakatin, përgëzoj me një dënim shumë të dhimbshëm. Një dënim shumë i dhimbshëm pse nuk e kanë nxjerr 2.5 prej pasurisë. Thjesht përgëzoj. Madje kjo forma që Allah thot përgëzoj është formë për formën e dënimit, se nuk ka myshë dënimi. Nuk ka myshë dënimi. Me po kjo formën e nënçmimit. Prit në ju dënimin që kam ardhur pe Allah subhanahu wa taala. E katërta është agjerimi. Allah subhanahu wa taala, sikur që ne ka përmendur në Kur'an, ne ka obliguar neve dhe popujve të mëparshëm, me secili popull i ka pas veçantitë e veta të agjerimit. Domethënë, namazi ka një obligim ditor. Mirë po, domethënë, i ka forma të ndryshme të sfidimit për me e shpërfaq dorëzimin para Allah subhanahu wa taala. Zakati e ka pjesën e, domethënë, e financave, të pasjes dhe kamjes dhe pasunisë. Dhe agjerimi si natyrë të vet e ka sakrificën, durimin edhe gatishmërinë për Allah subhanahu wa taala. Domethënë, je sistemu mirë me fal namazin, të lumt. Edhe ki vërtetuar një pjesë të madhe të dorëzimit tënd përpara Allah subhanahu wa taala. Kur ka një herë në vit me dhon zakatin, ndoshta të ka një herë në 5 vjet, nuk tu kanë bërë në çdo vjet me dhon. Një herë në vjet duhet me vërtetuar dorëzimin para Allah subhanahu wa taala nëpërmjet sabrit, nëpërmjet durimit, nëpërmjet sakrificës, nëpërmjet abstenimit, me pas një diçka të lejuar dhe të fituar me halal dhe kështu me radhë mos me konsumu. Me pas një diçka të halal me prek, po mos me prek. Pse? Thjesht për me vërtetuar çiket në shtrimin e dorëzimit tonë para Allah subhanahu wa taala dhe me abstenu nga të ngrënit, nga tpirit dhe nga marrëdhëniet intime prej agimit deri në perëndimin e diellit. Saktësisht është ibadet i sfidimit, i sakrificës, edhe domethënë i durimit. E pesta është haxhi. Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar domethënë më kry haxhi, edhe është shtyllë për shtyllave të Islamit, edhe ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala me u bë ashtu sikurse domethënë janë rregullat, wa atimul hajja wal umrata lillah, kryeni në përkryrje haxhin edhe umrën për Allahun, domethënë e nisë kryen, të bën renat e kryen, të bën mundësi të shkojnë edhe e kryen. Mirë po kuptohet, domethënë është obligim që nuk është shëtitje, po është domethënë ritual, pelegrinazh që bëhet duke respektuar domethënë rregullat e normat e fesë. Shënon Abu Davudi, që Albani thotë hadithi sahih, prej Ibn Mirba që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë sahabëve, kunu ala mashairikum, rrini në këto vende të shenjta me këto ritualet e veçanta të haxhit, fa innakum al-yawma ala irthin min irthi Ibrahim, si ju sot jeni një trashëgimi prej trashëgimisë së Ibrahimit alayhis salam. Ka nisur me Ibrahimin alayhis salam ky ibadet, edhe është ibadet që vën me i plotsu pjesë të dorëzimit që nuk janë tek ibadetet e mëparshme. Domthon, dikush është i devotshëm pa lëviz pi venit. Dikush është i devotshëm te dhënia. Dikush është i devotshëm te durimi agjerimi. Me po këtu ka sfida tjera. Këtu ka një lodhje të trupit. Këtu ka edhe pasiguri, sidomos ta keni konsiderat se si është kryen kalumën haxhi, apo? Këtu ka edhe harxhime, këtu ka edhe financa, këtu ka edhe friga, që menon familjen, apo? Këtu ka shumë çka. Këtu vijnë për me vërtetuar do të copoza që sa ki mujt mi vërtetu me dorëzimet e mëparshme. Je dorëzuar te namazi, je dorëzuar te agjerimi, te zakati, tash vën haxhi, edhe krejt copozat që kanë me pa u vërtetu kushtin më shton, me vërtetu që je dorëzuar Allah subhanahu wa taala. Ki mulltu 5 muaj, 6 muaj, ki me lën familjen, duhet me vite të tëra me ndo financa, domethënë fiziku jet ka mulo dhe kështu me radhë. Ndaj këtu kisha pas dëshirë me analizuar një fakt që haxhi domethënë në shumë vende të muslimanëve, shumë rrethet muslimanëve, domethënë është një prej ibadeteve më të relativizuara, në kuptimin që duhet me ekzistuar gjithçka në rregull për me bë haxhin, ose duhet me bë haxh, domethënë jo të shti haxhin si projekt, po si rend që na u ka bolet. Nuk është e vërtetë. Domethënë muslimanët duhet me qenë si projekt haxhi. Si projekt të dorëzimit para Allah subhanahu wa taala. Domethënë, elhamdulillah kom drejt këtë rend dhe këtë rend, tash i ka rënë haxhit. Me këshir gjithçka të jetës me ndreq. E madje ndoshta edhe mushtyja dhe me xahilat, e ndoshta edhe me shku në skajet e luksit, edhe me shku në skajet e qefeve. Edhe haxhin që është shtylla e Islamit, shtylla e vërtetimit edhe dorëzimit. Veç keni vëmendje. Unë tankon po i referona fjalës dorëzim. Thjesht ju ki dorëzuar Allahut, nesër vdes shkon para Allahut me shumë shenja që ju ki dorëzuar Allahut. Apo? Po shkon para Allahut edhe të ka munguar çka farz, ndoshta edhe nuk e ki pas lejuar me shty.
ndoshta nuk e ke pas lejuar domethënë me prolongu çka të shumë. Ndaj domethënë duhet me konsideru çka pjesën e shtyllës, vërtetimit edhe pjesën e dorëzimit. Po i dorëzona Rabbul Alaminit. Po i dorëzona, imagjino për shembull na bë presion, ose s'kisha pas dashur kur me mor këtë çka. E kena një lloj veture në shtëpi, për shembull, është veture mirë, tu na kry punë. Edhe janë po na bëjnë presion familjar, shtëpia që duhet me ndrru. Shumë vite u bë, kena borene duhet me dorëzu, me ndrru. Edhe mos mund të na dorëzohemi, apo? Në një farë forme kuptohet se çfarë peshë dhe çfarë ndikimi kanë ata të cilët neve na ndryshojmë menën për me bënë ndryshim në stilin tonë, në luksin tonë, në jetën tonë. Pse nuk po e ndjehemi çiket presion, kushtimisht thon, prej fjalës shtyll. Më thonë jo, unë kam një presion, respekt, ideja ju është e mirë, kam presion për juve, a mu e kam një presion tjetër, s'm heket për kryja fjala shtyll. S'm heket për kryja që domethënë kjo është me e vërtetu dorëzimin tëm para Allahut subhanahu wa taala. E ki vërtetu me namaz, alhamdulillah, e ki vërtetu me zakat, e ki vërtetu me xhem, dush me punu për me vërtetu edhe, domethënë nëpërmjet haxhit. Ktu kanë pjesa e fesë Allahut që ka të bëjë me praktikat. Ndën këto feja Allahut subhanahu wa taala me praktikat. Kush i bën këto? Ka shumë hadithe që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka garantuar xhenetin. Po e përsëris, ja ka garantuar xhenetin. Domethënë, kena dëgjuar derse për sahabët, për tabenët, për atë dhe këtë, që janë kanë devotshëm, këtë është në rregull. Çata e synojmë inshallah. Amo me fitu xhenetin fitohet me çto? Nuk kena nevojë njerëzve me opru punën e xhenetit, veç nëse bësh asket, veç nëse bësh domethënë njëri që kur nuk çka kërkosh ditën atë bani patot. Jo, i kryen farzat me përkushtim. I kryen farzat me përkushtim. I shmangësh mëkatet vetmoja, e ke garantuar xhenetin me gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tani kalojmë te pjesa tjetër e fesë Allahut që ka të bëjë me pjesën e besimit, thot Allah subhanahu, wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Kush mohon Allahun, apo mohon engjëjt, apo mohon librat, apo mohon të dërguarit, apo ditën e fundit, ka deviju me një devim të qartë. Do thonë, cilën do prej këtyre besimeve që kanë me tutje, edhe kaderi, që nuk është më në këtë ajet, mohonën ka bë kufër edhe del për Allah, për fesë Allahut subhanahu wa taala. E para është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo ka të bëjë me atë dëshminë që e kemi shpjeguar, edhe ligjëratat e para që kemi bë, mirë po vetë se do të më nënvizu. Kur thonë besimin në Allahun, kemi për qëllim besimin në ekzistencën e Allahut subhanahu wa taala, një ekzistencë absolute, një ekzistencë e veçantë, një ekzistencë pa shembull, që i përket vetëm atij i cili është pa fillim edhe pa mbarim, apo te bareke o taala. E dyta ka të bëjë me besuar në hynishmërinë e tij. Ka njerëz që besojnë një fuqi absolute që krijon, mirë po nuk e beson si hyni. E beson si një mençuri, si një inteligjencë universale. A është e qartë? Nuk e beson si hyni. Do të thonë, kur thonë besimin në Allah, jemi duke thënë besimin në hynishmërinë e tij si krijues, furnizues, drejtues, ai që jep jetë, jep vdekje kështu me radhë. Pastaj është me besuar në të drejtën e tij unike dhe të paortak që mu adhuru, që s'kosh merit për mu adhuru krahas Allahu subhanahu wa taala, dhe besimin në emrat dhe cilësitë e tij. Që i bie, domethënë, nëse dikush fjala bie, beson që krahas Allahut bën me ulu diku tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Ose mund të mirë dikush ndërmjetës mes tij dhe Allahut. Tu nuk ka të bëj me devime sektare, ka të bëj me kushtin e imanit. Është e qartë, domethënë shtyllat e imanit nuk janë duke u jetësuar. E dyta është besimi në engjëjt e Allahut subhanahu wa taala. Saktësisht është për qëllim besimi në ato krijesat e Allahut subhanahu wa taala që Allah i ka përshkruajt la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk i rebelojnë Allahut azza wa jall për asnjë urdhëresë që Allah jep, edhe e bojnë atë që i urdhëron Allahu subhanahu wa taala. Domthonë janë krijesat më të veçanta në përkushtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala që nuk përlyen me mëkat, sikurse domethënë Allahu subhanahu wa taala ka fol shumë Kur'an për engjëjt, mirë pa ashtu duhet me besu. Duhet me besu që janë i takojnë botës metafizike, nuk kanë të bëjnë me botën tonë fizike. Domethënë janë gajb, nuk i shohim, edhe do thotë nuk janë në këto ligjet e tona, janë në një botë dhe në ligje të tjera. Mirë po, Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar nga drita dhe i ka vënë në funksion të plot të nënshtrimit për të që me adhuru Allahun subhanahu wa taala dhe me realizu domethënë detyrat që Allahu te bareke ve teala domethënë e ngarkon. Nuk dalin për urdhësave të Allahut subhanahu wa taala, nuk kanë gjini, nuk hajnë, nuk pinë, nuk çiftëzohen, nuk kanë epsh, nuk kanë anime ka e kota, domethënë si krijesa janë domethënë të veçanta. Kur thomi besimin e engjëjt, kjo ngërthen siç vjen. Besimi në ekzistencën e tyre. Për arsye nëse dikush fjala bie për shembull, e pranon konceptin e engjëjve si bota e së mirës, mirë, por nuk e pranon si ekzistencë, atëherë domethënë nuk ka armë që këtë kusht.
duhet me besu engjëjt si krijesa. Si krijesa me vetitë e veta, me veçantitë e tyre, me obligimet e tyre, me detyrat e tyre, me botën e tyre. Jo domethënë përfitimi ynë i mirë për të mirën, ose animi jon shpirtëror për të mirën, kjo është bota angjëllore. Jo, engjëjt ekzistojnë. Domethënë besimin e engjëjt, me besu që engjëjt ekzistojnë. Sikurse duhet me besu në emrat e tyre për ato që i dim, sikur që kanë në Kur'an, domethënë sikur që janë domethënë Xhibrili, Mikaili dhe Israfili, ose Maliku, Munkeri, Nekiri, kështu me radhë domethënë që janë përmendur në Kur'an. Duhet me besu në përgjithësi engjëjt, jo në detaje, me besu në përgjithësi domethënë në atë se si domethënë Allahu na ka përshu ato që sapo i përmenda të krijuara nga drita e kështu me radhë, edhe në domethënë në cilësitë e tyre që i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala, po edhe në ato që i dimi për detyrat e tyre. Për shembull, nëse na e dimi se filan engjulli domethënë merret me dërgimin e proklamatave hyjnore tek profetët, apo duhet me besu këtë. Ka ardhur, kjo është pohuar dhe është vërtetuar domethënë fetare, sigurisht që është domethënë për Xhibrilin alayhis salam. Domethënë fjala melaike apo se melek rrjedh prej ma'luke që ka të bëjë me mesazhin. Domethënë ngarkesa më e madhe e engjëjve është mesazhi. Edhe pse bëjnë edhe të tjera, domethënë detyra, sikur që kanë për hadithe, domethënë për disa engjëjve që kanë obligime edhe të tjera. Pse në këto hadithe zakonisht janë përmend engjëjt para librave, para arsye të këtij thelbi. Domethënë se detyra më e madhe e engjëjve ka qenë mesazhi i sjellur deri tek profetët. Dhe profetët, domethënë para profetëve ka qenë i ngarkuar një engjëll me prut, domethënë mesazhin ndaj edhe tek besimi përmendet një herë, besimi në engjëjt, pastaj domethënë përmendet besimi në domethënë në libra edhe në profet. E treta është besimi në librat e Allahut subhanahu, thot Allahu subhanahu, "Wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab", thuaj un kom besu në çfarë do lloj libri që Allahu e ka zbritur. Në kjo obligim, e kena obligim me besu në këtë librat e Allahu subhanahu wa taala që janë zbritur deri te domethënë Kurani. Thot Allah subhanahu wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayh. Ne ty ta kena zbrit një libër me të vërtetën, i cili është vërtetues i asaj që ka qenë më përpara, mirë po është edhe shfuqizues. Që i bie besimi në librat e Allahut subhanahu wa taala, ka domethënë disa domethënie ku na të folën në librat në përgjithësi dhe ka disa domethënie të veçanta ku na të folën për librin e fundit. Për shembull, sipas këtij ajeti, çka do të më besuat të proklamat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të më besu se ka ardhur me vërtetuar çka ka qenë më përpara, domethënë nuk bien ndesh me akiden edhe me ato bazën e mesazheve dhe librave të mëparshëm që kanë qenë tek profetët, më po ka ardhur me shfuqizue dispozitat edhe legjislacionet e mëparshme dhe ky është legjislacioni në fuqi deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kështu që besimi në librat e Allahut, domethënë, nën kupton besimi se ato janë zbritur nga Allahu subhanahu wa taala, nuk duhet me fjalabie për shembull dikush me pretendu që bëhet fjalë për frymëzim të profetëve, bëhet fjalë për inspirime shpirtërore, ose siç ka qenë fjalabie për shembull tek disa prej popujve të mëparshëm, i kanë barazu fjalët e profetit me shpalljet e Allahut dhe i kanë shtimë në një libër pastaj domethënë në për regjistrat e tyre, sepse ata i kanë menuar që thjesht janë domethënë frymëzime që i ka pas një profet, po jo domethënë prej Allahut. Besimi në emrat që i dim, domethënë Kurani që zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Teurati Musaj dhe profetëve të Ben Israeleve, Injili Isait alayhis salam, Zaburi Davudit, po edhe fletushkat e Ibrahimit alayhis salam dhe Musait që janë përmendur domethënë në librin e Allahut subhanahu wa taala. Sigurisht se është obligim dhe kur na i besojmë asaj që është rujt me vërtetësi, domethënë me autenticitet. Nëse është rujt, çfarë i besojmë? Dhe ajo që është rujt është Kurani dhe copoza nga shpalljet e mëparshme. Shpalljet e mëparshme domethënë në shumicë nuk janë rujt, edhe duhet me punu me ato që nuk janë shfuqizuar. Për shembull, nëse një ligj ka qenë më parë dhe vazhdon të jetë në fuqi, duhet me punu. Që i bie me punu, domethënë duhet me besu për të obliguar me punën me to dhe me e realizu varësisht sa të bën hise ose sa domethënë e ki obligim, edhe me besu fuqishëm që librat e mëparshme janë të shfuqizuara nga Kurani. E katërta është besimi në profet, thot Allah subhanahu, rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Thot Allahu ka dërguar profet që janë përgëzues dhe paralajmërues që njerëzit mos kenë një argument kundrejt Allahut pas dërgimit të profetëve. Allahu azza wa jalla dërgon profetët për me ngrit njerëzve, për me shpërfaq të vërtetën, për me shpërfaq argumentet, për me sjell arsyeën e fuqishme, e pastaj njerëzit pas dërgimit të profetëve nuk kanë arsye për mosbesimin e tyre, domethënë nuk kanë një formë të justifikimit, nuk kanë një formë të arsyetimit. Të shohim muslimin për Abdullah ibn Mesudit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Alaysa ahadun ahabba ilayhi al-'udhru min Allah min ajli dhalika aw anzala al-kitaba wa arsala ar-rusul." Nuk ka dikush që e do më shumë arsyetimin, justifikimin se sa Allahu. Ndaj Allahu ka zbrit librat dhe i ka dërguar profetët. Se do Allahu do me arsyetu njerëz.
mos me i dënu pa arsye, mos me i dënu pa një, domethënë, justifikim. Thot Allah subhanahu: "Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Thot Allah subhanahu: "Ne ty të kemi dërguar me të vërtetën, kemi dërguar si përgëzues, paralajmërues, dhe nuk ka umet, nuk ka popull, nuk ka domethënë komunitet më përpara vetë se ne kemi dërguar profet. Vetë se i kemi dërguar domethënë profet. Që i bie domethënë njerëzimi në tërësi ka pas profet. Mirë, për profetën e parë shumë dikush ka qenë tek një popull i dërguar, dikush tek një popull tjetër, ndërkësh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar tek i gjithë njerëzimi, sikur se thot Allah subhanahu: "Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk." Disa profet për ta ty të kemi rrëfy, e për disa të tjerë nuk të kemi rrëfy. Që i bie, kena mi besu krejt, janë përmend Kur'an, nuk janë përmend Kur'an. Na domthon krejt profetët e Allah subhanahu wa taala që kanë qenë numër shumë i madh, i besojmë që Allah xhali ka frymzuar, besojmë që Allahu i ka përzgjedh, besojmë që Allahu i ka edukuar, i ka ngarkuar me shpallje, i ka ngarkuar me mësime nëpërmjet asaj botës së veçantë që ka qenë, sikurse domethënë ka nis me Nuhun alayhis salam dhe ka përfunduar me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtë profeti janë dërguar te popullat e tyre përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është dërguar tek gjithë njerëzit dhe gjindet, dhe kjo duhet mos sforcu si domethënie, se shpesh domethënë njerëzit kanë një lloj pengese me pranuar domethënë një profet, në këtë rast domethënë profetin e fundit sallallahu alaihi wasallam, me arsyetime të kota që i takon një gjeografie ose një priardhje ose një kulture e ku diun çka. Nuk këtë të përneve janë shumë relative, dhe janë irrelevante për me e përcaktuar çka të vërtetën absolute që ajo është për këtë njerëz. Edhe më kon të nçosh botës se ke obligim me pasu këtë profet. Edhe domethënë asnjë harf, asnjë germ, asnjë shkronjë mos me ditë arabisht se ke obligim me pasu këtë pejgamber. Shkaj vija që ke obligim, e ke domethënë dush me besu fuqishëm që ti detyrohesh kumtesës së tij. I detyrohesh kumtesës së tij. Domethënë kumtesën e tij, çka ka halal, çka është halal për ty. Dhe në kumtesën e tij, çka është haram, çka është haram domethënë për ty. Që i bie domethënë besimi në profetët ngërthen disa çështje, ngërthen që duhet me besu që mesazhi i tyre, misioni i tyre, proklamata e tyre është prej hak prej Allahut, është obligim prej Allahut, edhe kush e mohon proklamatën e një profetit i ka mohuar të gjithë. Kush e mohon një profet i ka mohuar të gjithë, thot Allah subhanahu: "Kadzabat qawmu Nuhin al-mursalin", populli i Nuhit i ka përgënjeshtuar profetët. Ndërkohë nuk është profeti i parë. Domethënë, përdesë kanë përgënjeshtuar Nuhin, kanë pas me përgënjeshtuar edhe qindra të tjerë. Ndaj kjo është një prej pikave ku i thtarët e librave të mëparshëm domethënë kanë një prej formave të kufrit që nuk e pranojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është paralajmëruar edhe prej profetëve të mëparshëm. Besimi në profetët nuk kupton besimi me emër, ata të cilët njihen, sikur që janë ata profetët e vendosur, ata të veçantë, po edhe të tjerë që ka përmendur Allahu në Kur'an, po edhe ato që na kanë ardhur në hadithe. Domethënë, nëse i dimi me emra, duhet me i besu domethënë që ata që i dimi me emër i besojmë në mënyrë të përgjithshme, sikurse domethënë secili domethënë duhet me punu sipas legjislacionit që i përket çatij profeti, në i përkos Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe me kjo është vula domethënë e profecisë. E pesta, parafundit, është besimi në ditën e fundit, e që Allah subhanahu wa taala e ka përmend domethënë prej shenjave më sfiduese të fetarisë, për shenjave më sfiduese të dorëzimit, domethënë shumë njerëz keq që do shafojmë deri tash mundem pranu, apo me përkuvim të ditë e gjykimit, domethënë kanë sfida pak më shumë. Dhe aty ku ka sfida më shumë, sfidohet më shumë dorëzimi. Dhe aty ku sfida e dorëzimit, domethënë te kalohet, aty domethënë vërtetohet Islami më fuqishëm. Ndaj sa më shumë njerëz që ka besim në ahiret e ka fetarim më të shëndosh. Sa më shumë që ka fokus në ahiret e ka fetarim më të shëndosh. Sa më shumë që fetarinë e lidh me çket kusht të Islamit apo besimit e ka fetarim më stabile. Ndaj një pjesë e fetarisë tonë është e dobët, shkaku që domethënë nuk e kena të fortë domethënë besimin në ditën e gjykimit. Ndaj kur thot dikush, zgjidhja e njerëzve është më kthyr te 6 kushtet e imanit. Zgjidhja e njerëzve është më kthyr te 5 kushtet e Islamit. Mos e mendoni sot do ta thjeshtësoj. Jo, çfarë është? A është i qartë? Po në çfarë është? Domethënë, nëse na e forcomi në vazhdimsi, qoftë për veprat e mira që ka ditë gjykimi, qoftë për mëkatet që ka ditë gjykimi, qoftë domethënë për vujtjet e tona, qoftë domethënë për privimet e tona, qoftë për çefet e tona, tankuar neve na shoqëron dita e gjykimit në jetë, padyshim domethënë që çështja e fetari është keq, domethënë keq tjetër. Madje kriza më e madhe e njerëzve në përcaktim është pikërisht shkaku i besimit të dobët në ditën e gjykimit. Thot Allahu subhana: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", secili shpirt ka me shiu vdekjen, "wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah", në ditën e gjykimit secili ka me marr shpërblimin e vet. Domthonë shka ka bëu punë të mira, shka ka bëu punë të këqija, ka me dalën ditën e gjykimit. Çka i bë me besu në ditën e gjykimit? I bie. Duhet me besu fillimisht në ringjallje.
Jo, vdekja si vdekje, domethënë është natyrshmëria dhe besojnë njerëzit. Apo po shako pas vdekjes, apo duhet me besu në ringjallje. Besimi në ditën e fundit, nënkupton besimin në ringjallje, sigurisht domethënë duhet me besu llogaridhënien dhe shpërblimin ditën e gjykimit, po edhe pjesë e kësaj është me besu në ekzistimin e xhenemit dhe të xhenetit. Jo thjesht domethënë me besu në ringjallje e pastaj në rimishërim ose në ndonjë formë prej formave se çysh mund të mëkonen ajo jetë, jo, ajo është e qartë. Domethënë ka ringjallje, kthehen trupat që janë kanë, shpirtat pas fryrjes së surit, të bëhen njerëz dhe domethënë ndalin për Allahut në llogari, edhe pastaj dikush përfundon në xhenem, dikush përfundon në xhenetin e Allahut, dhe lutem Allahun subhanahu wa taala me na bëj prej banorëve të xhenetit. Kapitulli i imanit për çështjen e ditës së gjykimit inkuadrohet edhe fitnia e varrit, pyetjet në varr, e që realisht është kjo seria jon, domethënë dënimi edhe shpërblimi i varrit. Gjitha këto hin te kjo pjesë e kapitullit të besimit. Edhe gjashta e fundit është besimi në kaderin Allah subhanahu wa taala, qoftë i mirë apo i keq, besimi në parapërcaktimin, besimi në atë që Allah subhanahu wa taala paraprakisht i ka përcaktuar. Krejta thot Allah subhanahu, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, na gjithçka e kena krijuar me kader. Gjithçka e kena krijuar me kader. E shënon Imam Ahmedi, Imam Muslimi për Abdullah ibn Amrit, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu 50.000 vite para se me krijoj qiellin dhe tokën i ka përcaktuar kaderat. I ka përcaktuar, domethënë kaderat. Saktësisht kaderi, besimi në Allah subhanahu wa taala, në kaderin e Allahut, besimi se Allahu subhanahu wa taala ka përcaktuar kader, nën kupton. Besimi se Allahu ka dijen absolute mbi gjithë fat që ekziston dhe gjithë fat që ndodh. Gjithçka që ekziston, gjithçka që ndodh me dijen e Allahut. Gjithçka i ka shkruar Allahu subhanahu wa taala, edhe ndodhi me vullnetin e tij, edhe ai i krijon. Që kjo, domethënë, besimi se Allahu ka dijen absolute mbi gjithçka që ka ekziston edhe gjithçka që ndodh, i ka shkruar ato. Ndodhi me vullnetin e tij dhe i krijon, që kjo ka të bëjë me thelbin e ligjëratave të para që e kena marrë domethënë në këtë varg ligjëratash. Ka të bëjë me strukturën e besimit. Domethënë, përderisa ti beson se është absolut, edhe këto të tjera janë relativ, që kjo e relativit për kujt ka në ekzistencë, ka arpi Zotit. Nëse ka arpi Zotit, e ka ditë, po e ka ditë. A ka ndodhur me vullnetin e tij apo pa vullnetin e tij? Sigurisht që ka ndodhur me vullnetin e tij. Dhe kur ka ndodhur, kush i ka kriju? I ka kriju ai. Domethënë, veç e kupton konceptin e absolutësisë, sa Allah subhanahu wa taala, edhe konceptin e relativitetit të krijesave, edhe mesela e kaderit domethënë kuptohet. Ndaj domethënë, të partë tonë të mirë e kanë shtrënguar meselën e kaderit. Ndoshta sot na jena shumë, domethënë njerëzit sot janë shumë tolerant në këtë debat. Aq më tepër që ndoshta shpesh domethënë fatkeqësisht madje edhe njerëz me prapavija të mira ose me prapavija të mira fetare e japin një shpjegim për kaderin i cili nuk i ngërthan këtë çto. Nuk i ngërthan këtë çto. Për arsye kisha pas dëshirë me nënvizu. Domethënë na kur besojmë në kader, besojmë se Allahu subhanahu wa taala me dijen e tij absolutisht këtë i ka ditë. Se nëse si kish ditë ai shkon Zot. Absolutisht këtë i ka ditë. Para ekzistimit i ka ditë. Para ekzistimit të krijesave i ka ditë gjithçka. I ka ditë edhe lëvizjet e tua, edhe lëvizjen e çepallëve, edhe mbylljen e syve. Gjithçka e ka ditë. Nëse diçka s'kish ditë, atëherë na po kthehemi te tema e absolutësisë. E para. E dyta, Allahu azza jall gjithçka e ka shkruar në Lauhul Mahfuz, ajo ai regjistri i madh, e që gjithçka absolutisht është shkruar se argumentet vetare në epokën e tij. A është qartë? Domthon, vetë se e ka ditë, po se po përveç që e ka ditë edhe e ka shkruar. Pastaj, absolutisht gjithçka ndodh me vullnetin e tij. Edhe kjo lidhet pastaj të njëjtën kohë me çat fitrën, logjikën që kena drejtuar gjata më pashme, se s'mundet në ekzistencën e tij me ndodh diçka pa lejen e tij. Se nëse ndodh diçka pa lejen e tij, atëherë sa është absolut ky që pa lejen e tij ndodh diçka. A është e qartë? Edhe më hënë e fundit është që absolutisht gjithçka që ekziston është krijimtari e tij. Që vjen edhe veprat e tona janë krijimtari i tij, te barekutaala, dhe gjithçka që ekziston, qofshin krijesat apo çka del për krijesave. Qofshin krijesat apo çka del domethënë prej krijesave. Më moni men e ka ditë, e ka shkruajt me vullnetin e tij ka ndodhur edhe pastaj domethënë e ka kriju, nëse njëna pyetjen e katërta mungon prishë struktura e besimit. E shënoi Imam Ahmedi dhe Abu Davudi, sharboni thotë hadithi sahih prej Ibn Dejlemi, thot ko marrë njërë të Ubej ibn Kabi, edhe i kom thonë, diçka në temën e kaderit nuk jam shumë rahat. Apo? E që unë besoj që për temave
shumë të lehta dhe shumë të rënda. Shumë të lehta nëse i qasësh pika koncepti i absolutësisë, shumë të rënda nëse do me kapacitetin e relativit me dalë të botë e absolutit, që ti s'u ndel, se nuk e ki kufizimet e tua, domethënë të ekzistencës. Edhe pastaj thot edhe me të ti thot tregom diçka ndoshta Allahu ma hiket, domethënë këtë ciklet që e kam mrena për këtë temë. Edhe pastaj i ka thonë Ubej, lo anna Allah adhaba ahla samawatihi wa ahla ardihi adhabahum wa huwa ghayru zalimin lahum. Thot nëse Allahu i kishte dënu krejt kush është në qej, edhe krejt kush është në tokë, Allahu i kishte dënu edhe si shkon pa drejtësi ndaj tyre. Më dashur Allahu krejt mi dënu, nuk i shkon pa drejtësi. Ç'ke bë që kjo vllazni? Kjo i bë që më parem në na fajtor. Për plagështin ton, për xhehlin ton, për mëkatet e tona kështu më radhë. Do të thonë, krejt mi dënu Allahu, nuk i kish bë zullum kërkujt. Pastaj thot transmetimi, thot walau rahimahum kanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim. E më i pas mëshira e tij i shkon më e mirë se sa punët e tyre. Domethënë na bojmë përpiqemi munomo, po këtë kjo nuk ka më e madhe, më madhështore, më e mirë për neve se sa rahmeti i Allahut subhanahu wa taala. Që kjo duhet të na shosh më shumë fetari. Se shpesh ditë domethënë shejtani më ardh me na sforcu vetë pëlqimin. Sidomos domethënë të krahasu me të këshit, sidomos të krahasu me të dopt. Domethënë alhamdulillah që i kryen çdo 11, a më dihet domethënë që realisht rahmeti i Allahut është më i madh dhe më i dobishëm për ty se sa puna e jote. Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Edhe ka thonë, me pas dhënë ti sadaka. Ari, po sa është kodra Uhudit? Sadaka po sa kodra Uhudit me dhënën fi sabilillah, me dhënë për hir të Allahut. Nëse se kishe besu kaderin, Allahu s'ta kish pranuar. Ç'ka i bë kjo? Do thonë Allahu nuk pranon për pabesimtarëve. Mos me besu kaderin është mos besim i madh. Edhe pastaj wal ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. U dosh me besu se çka të ka godit s'ka pas me të huq. S'ka mujt me të hika, është ka pas me të godit. Wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Edhe çka nuk të ka godit, nuk të ka rrok, nuk ka pas me të godit. Dosh me besu ti këtë punë. Çka ka godit u kon kader. Çka s'm ka godit, çështu u kon kaderi e Allah subhanahu wa taala. Walau mutta ala ghayri hadha la dakhalta an-nar. Me të pas gjet vdekja, me një akide, tjetën krahas kësaj, kishe me hinë zjarmin e xhenemit. Pastaj thot, kom shku pastaj te Abdullah Mesudi, më ka thonë të njëjtën fjalë, ka shku te Hudhaifja, më ka thonë të njëjtën fjalë, ka shku pastaj te Zeid ibn Thabit, e ky më ka thonë se kjo është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është fjala e Allahut subhanahu wa taala, kjo është fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo është thirrja me cilën Allah subhanahu wa taala e ka vulos profecinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kjo është kontrata me fitu xhenetin Allah subhanahu wa taala. Elos Allahu azza wa jalla mana mësu me jetu në praktikë dhe në zemër, edhe me fitu xhenetin e tij. تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.